Prokuroria e Korçës ka zbardhur pas 7 vitesh vdekjen e Antonio Karafilit, i cili në vitin 2018 u raportua se kishte vrarë veten duke u varur në një pemë. Gjykata e Korçës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për ish partneren e Karafilit, Kesi Spahillari, e dyshuar për vrasjen e të riut. Sipas prokurorisë, nga provat biologjike, rezulton se Recep Vathi dhe Kesi Spahillari kanë mbytur me çarçaf Antonio Karafilin dhe më pas e kanë varur në pemë duke i skenuar vetvrasjen. Motivi i krimit dyshohet ketë qenë një lidhje paralele që Kesi Spahillari kishte me viktimën dhe Recep Vathin. Pas ngjarjes, Spahillari emigroi në Kanada, ndërsa në gusht të vitit 2024 Recep Vathi vrau veten. Në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, në një prononcim për Euronews Albania, ema e Kesi Spahillarit mohon përfshirjen e vajzës në krim. Mes lotësh ajo shpreh se gjithë çështja është e sajuar dhe se vajza po merret nën akuzë pa prova konkrete. Sa i përket gjurmëve biologjike në çarçaf, ajo pohon se e bia ndodhej në vendngjarje pas vetvrasjes dhe kishte ndihmuar në uljen e trupit nga pema së bashku me persona të tjerë. Asgjë nuk është e vërtet. Çdo gjë është sajes, është e stisur, nuk e njoh fare personin në fjalë. E dëgjoj për herë të parë, jam e shokuar. Si ka mundësi që në kaq vite nuk u gjet asgjë dhe tani shpiket kjo histori pas një fakt konkret? Nuk e kuptoj si çdo fajsi merret si e mirëqen. Vajza më ka thënë që nuk ka asnjë lidhje me këtë ngjarje, deklaron Eoma me slotëve.